Ka nisur debati në këtë ndeshje, pa filluar ndeshje akoma, sepse do të flasim për kodin e ri penal, për këto rregullat e reja që na kontrollojnë deri jashtë shtetit, nes po na kontrollojnë edhe brenda qytetit. Po mirë, ta kontrollojnë këtu brenda shtetit mirë, pastaj jashtë shtetit. Dhe është me ne? Me ne, Ervin Karanja, një juristi preferuar shumë prej meje, po besoj që dhe prej juve. Mirela Jorgo, avokate e shkëlqyer, mike vjetër shumë e studios Bardazi. Roland Islami, avokat me 2 diploma, edhe me ekonomik tashmë. Rikthehet vazhdimisht në studion ton kur ka çështje të nxehta dhe ai është vetë i nxehtë, nuk e di çfarë ka. Shumë i egër. Po, shumë i egër është, po. Dhe një juriste yll bote që s'është e egër, po është e egër në mendim. Esmeralda Metko, mike dashur, faleminderit që e kape virozën Bardazi se u rikthye. Faleminderit të testën. Kështu është kjo studio, se s'ngelet kur pa miq. Dhe pa miq me mendim do më. Edhe pa fiq. Po. Edhe pa maliq. Kujdes me fiq të rese. Ore, ç'është ky kodi i ri penal? Ore, mendojnë për njerëzit ta apo nuk mendojnë për njerëzit? Po ç'janë këto rregulla? Njerëzit shkojnë për punë, ore, nuk shkojnë gjithë për au iu. Nuk shkojnë gjithë për këto gjëra. Ç'a janë këto muhabete? Ose kanë zili tjerët dhe ti dënojnë këto fenomene. Kanë zili pse shkojnë tjerët për qëllime të tilla. Do ngrem një polici. Si kufizojmë? Do ngrem një polici. Që ta shpjegojmë. Jo, që ta kuptoj unë një, pastaj para se ta shpjegosh ti. Ta bëj çik pyetje, nuk lutem, faleminderit. Po, nuk bëj pyetje kurse kur ta kuptosh. Do ngrem një polici Interpolin që do t'i kontrolloj këta Intersex. Po, do ngrihet policia që do t'i kontrolloj këta në për hotelet ku do flenë, do më thënë, do paguajmë dhe njerëz të Do tjerë. jenë grupe vëzhgimi me kamera aty që do t'i ndjekin nga mbrapa në për. Apo do ngrem dronat. Gjo, Mund ketë edhe drona, Do ngrem drona, do më thënë. Çështja është që ne faktikisht ja kemi lënë duke qenë se ne kemi një polici të përgjegjshme faktikisht dhe shumica kjo ka të bëjë edhe me terrenin ku do zbatohet ky ndryshimi të kodit penal, sepse rezulton që shumica e neneve flasin për qëllimin. E kënaqem me Shqipërinë, do kontrollojnë botën seksuale, udhëtimi për qëllime seksuale, pra qëllimi dhe qëllimi ngelet gjithmonë tek polici. Po si e kupton mor zotri? Ja ma thuaj ti mua. Roland, ma thuaj si e kupton qëllimin seksual ti? E kupton pra polici. Si e kupton polici? Pra, këtu ngelet, pra ne kemi një polici të përgjegjshme dhe unë mendoj që kjo lloj policie e përgjegjshme që ne kemi në Shqipëri. E kupton që në Rinas ai, ë? Po çfarë po shkon? Jo në Rinas. Ne në Rinas kemi pas njerëz që për ditë iknin në Siri dhe policia atje kanë pas çështjen unë i regjistronte, do ta di. Po, emigranti i regjistronte, jo i regjistronte, iku ky, jo emigrant, jo iknin për terrorizëm ato. Iknin për luftë për Siri. Edhe vetëm bante regjistrimi polici. Regjistronte dhe i kishte çuar provat në prokurori dhe pastaj filloi çështja penale që ja, këto kanë ikur. Qëllimi këtu, si mund zbulohet? Tani qëllimi që do t'i kontrollojnë çantën, do shohin se një sekondë që ta shpjegoj, vetëm Ervin, vetëm ta shpjegoj. Se çanta ishte të kuptoj qëllime seksuale. Ta shpjegoj çik për publikun. Ato që lidhen me marrëdhënie. Ata që se din. Aty në çantë valizën me vete. Do i kontrollojmë. Ato që nuk e din mund t'ua lexojmë nenin. Jo, mos e lexon nenin se s'kuptoj. Ta shpjegoj ju. Në qoftë se 3-4 njerëz ikin jashtë shtetit. Po. Mund të shkojnë në një lokal natën. Po bën gabimisht seks, se mund të kenë pirë për shkakun dhe nuk kuptojnë se çfarë bëjnë. Do futen burg. Do hani burg. Madje kur janë të pirë shtetërë rënduse. Nuk do i çon atje. Ne nuk mund të dezinformojmë. Po, jo. Kjo është dezinformim. Tani ti e ke lexuar ligjin? Po, e kam lexuar. Unë kam vetë, e kam vetë. Ai është projekt ligj. Jo, e kam. Ligj është bërë ligj, pra është ligj. Lexoj sepse organizimi i udhëtimeve për qëllime seksuale. Para një është përkthyer titulli i dispozitës, është përkthyer gabim. Po kështu është në ne, jo kështu është e kam nga fletore zyrtare. Organizimi i kuptonit për qëllim të abuzimit seksual. Jo, mund ta lexosh, kështu do dali në kod. Prit, prandaj them që polici do të jetë i ndërgjegjshëm dhe do lexojmë me mendjen tënde. Organizimi i udhëtimeve për qëllime seksuale. Çfarë është qëllimi seksual? Qëllimi seksual, në rasti konkret ngelet tek polici. E ke lexuar dispozitën? Çka ke polici? Po një sekondë, pastaj polici s'ka për të marrë ty se çfarë? S'ka për të vonë peshorin kufi. Që do ta masim polici. Po kujton atë historinë, i tha, më sill faktin, i tha, po fakti ishte brenda, i tha. Po fakti, ai do kontrolloj çantën. Faktin o valla. Dispozitën se jo. Vaj ka polici. Do gjej faktin o zotri. Prit, pra. Ka jo normale të kemi tani. Do gjej faktin. Tani një sekondë, bëhemi serioz. Fal, serios apo jo? Po serios, ç'është qëllimi? Jam 21 vit avokat, përveç se jurist. Shkojmë tek një kodifikim
shkojmë të ky që është gabim kodifikimi, sepse e dim që ne kodifikusët, çfarë është tash? O vino, kodifikusët Për qëllime të abuzimit seksual duhet të ishte. Një sekond, pra shkojmë këtu. Qofse ajo thot ke polici që po merr me zor. Unë s'du t'iki, po merr me zor. Fal, ti thut duhet ishte, po pse nuk është? Jo, sepse, po shkojmë të kjo, pra është kodifikimi. Mos apo mua pyetjen bëha pyetje natyrë që shkruajnë ligje. Gabuar, ja shkojmë. Çfarë do të thënë kodifikimi gabuar? Ai që ka bërë kodifikimin, nuk di. E kanë marrë nga sekretari zgjedhës. E kanë përkthyer. Është sekretari i komisionit zgjedhës, ka punuar për PS dhe ka shkuar atje në parlament. Duke bërë të ligjin. Ai ka shkuar gabim, thot kjo tjetër. Dalim tek neni më poshtë. Organizimi i udhëtimeve për të tjerët. Po, dëgjoj. Përkundrejt shpërblimit ose jo. Pra, merr apo s'merr lek ti, mjafton ti jesh në timon dhe merr 2 veta i çon në ato shtëpi me llambat kuqe. Me qëllim kryerjen e ndonjë prej veprave penale të parashikuara në të seksion. Çfarë janë në veprat penale në seksion? Në 114 është seksi. Pra, me qëllim që ti të bësh marrëdhënie seksuale, ai ti ato tjerët e kanë marrë apo s'kan lekë ato 2 me njëri tjetrin, unë nuk e di. Më shumë e di ku i mëshojnë saj. Po Mirela? Më shumë i mëshojnë eskortave. Janë këto kompanitë e punësimit që marrin të rinj, që gjas me i qojnë, ka qënë vazhd kjo punë që mernin vajzat të reja i punësonin për në Dubai, dhe me atë fshehjen e imazhit të kompanive të punësimit, ato shkonin punonin eskorta në Arabi. Kjo është mentaliteti i policisë të ndërgjegjshëm që do të arrestojnë. Pas ka bërë dhe këta agjencitë e punësimit. Po. Juve e keni shku? Ka qenë shumë e publikuar, ka qenë. Po. Pra ndaj janë shku këto agjencitë e punësimit e mboshta 10. Agjencitë e punësimit kanë qenë 2-3, do më para sa vitesh kanë qenë goxha të fuqishme, vije interesoshe, se unë, në më thënë, më ka ndeshur momenti dhe i kam parë që kanë qenë në pallate të mira, me zyra të luksi e këto, edhe siguronin ato marrëdhëniet e punësimit, dhe të shkonin dhe i doni vajzat të reja. Vajzat të reja, e thoshte nga kjo mosh në këtë mosh. Dhe më tepër për këtë punë. E disim tani deputet? U bë, tha ajo, tha në Dubai, tha, ka makinë më shtrenë se imi ata që punoj 20 vite deputet. Pra është gjelozia, atyre femrave që ka punuar në Dubai, janë bërë më të pasura se e ka futur tani një sekond, kthehemi pak e ligji se ikët nga ligji fare. Tani, shiko, ne dispozitat, një sekond, ne dispozitat duhet të interpretojmë në frymën e ligjit se fakti që jemi profesionistë gjithë këtu, ka një logjik. Interpretimi po s'po la të mbaroj. E kam lexuar pra, faleminderit se e ka projekt ligj, se ka marrë ligjin. Tani, ka disa teknika të interpretimit të ligjit. Ka disa teknika të interpretimit të ligjit. Ti, përderisa the ka kodifikim të gabuar, s'mund të bësh interpretim literal. Fjalë për fjalë. Si ta bëjmë në të? Literal, unë po e bëj të bazuar në veprimet e policisë të doganës që do më kontrolloj kur të futem në Shqipëri dhe kur dal nga Shqipëria. Se qa pyetje do bëj polici tani e mbrapa? Si qëllimi jo që ti po largohesh nga Shqipëria? Parandalimin e këtyre qëllimeve seksuale. Kjo është e lehtë kynen, se kynen më dënon me 2 vite burgim. Është me 6 orë. Është jo, minimumin, mëse këtu minimum. Jo, është 6. Kalojmë te një tjetër që më çon 10 vite. 10 vjet po çfarë? Po sikur ai që marrun me makinë të shkoj atje për terrorizëm. Imagjino çam gjen unë nesër. Taksixiun. Taksixiun, po që unë se di për çfarë shkon ai, edhe nëse nuk e di. As agjencia mund mos e di. Edhe nëse nuk I merr lek, mo, edhe nëse nuk I merr lek dikujt, mo, edhe nëse ti del e merr në makinë, sot mos merr unë te vjat më dëgjojnë. Mos merrni njerëz në makinë. Sepse mund të merrni rastësisht ose një që shkon për seks, ose një që shkon për terrorizëm, ose një që shkon për taksistat mos punojnë më. Asnjë mo, taksistët jo. Sepse nuk I ka nëse je taksist dhe je shoqëri, të mbyllin atë shoqërinë e taksive. Pra, të heqin licencën. Po si do kontrollojnë këto pra se s'po e kuptoj se ky ligji vetëm aty e kemi lënë. Pra ne kemi një polici të përgjegjshme, dhe shqyrë që e kemi të përgjegjshme, që nuk ta kapin kot, që nuk janë politikës, s'po tallëm. Ne e dinë, po e dinë ato që më dëgjojnë në dinë, që policia që zbulohet qëllimi seksual aty e hëngrë. Po, qëllimi seksual. Atëre Karanja është një gjë tjetër. Për shembull, un jam drejtor i një firme. Pronara ku diun çan shef. Marr 10 vet për tik për një trajnim në Francë. Po. Një nga këto të 10-ta është një vajzë që ma bën me sy. Ma bëri me sy kjo mua, ja bëra me sy, ma bëri prap me sy, ja bëra prap me sy, pastaj s'u morve çau bë. Tani, kjo vajza mund të vinë në Shqipëri dhe të thotë, mua më mori shefi, më çoj atje për qëllime seksuale.
Si e bën ti? O shligje, vla fryma, ja e tha. Si e bën ti? Këto e kemi përjashtuar. Ore, ke të shkruar atje gërm për gërm. Jo, këtu fle lepuri faktisht. Ore, po këtu po fle Luani, po të them, do ta anë të gjithë me këtë. Çfarë quhet abuzim seksual, se do me thënë nuk ka të thojë njerëz. Abuzim seksual bën drejtori, më pse çfarë bëri drejtori? Shkoj vetë me shefin e, nuk e kapi kush për vetë. Ajo që dashuri e lirë. Dashuri e lirë, po liri ka vënë një kufizim. Një sekond, të shkosh shtetit për dispozitat që dhe të bësh do na dalë një policë aty do na kontrollojë. Ku qëndron problemi këtu tani? Po, do të ishte licenca. Kaq. E di kush është zgjidhja? Para se të kaloni kufirin, mbaroni ç'keni për të bërë, ne dhe t'jeni të lira ne, sepse vetëm kështu mund të. Po si do e kontrollojnë ose s'po jepni përgjigje, si do e kontrollojnë? Si do e marrin, do të shkojnë në recepcione të hoteleve atje, do rinë në përdhoma, çfarë do bëjnë? Qëllimi i udhëtimit është vetëm në dorë të raportit të shërbimit që bën punonjësi i policisë kufitare. Atëherë duhet gjallin sigurimin e shtetit. Që të bën një raport aty për shtetin. Korruptohen polica. Duhet të ngjallim se çfarë bëjmë jashtë shtetit. Po e marrim një kazus, po e serojmë. Janë 4 vetë makinë. Këtë po them. I thotë do ikim në Holland. Po. Te veni aty do pim një çika shash. Po. Janë ato gocat e veni, thotë. Për qef. Hypin për qef. Hyp makinës këtë, shkojnë në Holland. Pra këta 4 kanë shku për qëllime seksuale. Tash si do provohet? Në bazë të kodit procedurës penale. Ti e di, avokat. Do iki letër porosia këtu. Do merren pamjet filmike të bordellos. Që kanë shku këta. Duhet të ta bëj. Tani qëllimi për të bërë këtë veprim. Qëllimi për të bërë këtë veprim. Jo, ne po flasim organik për qëllime seksuale. Do merren pamjet është të bëhet. Tani qëllimi për organizimin e udhëtimit është kryerja e veprave penale të parashikuara në këtë seksion. Pra duhet të kryejnë një nga veprat penale. I ka pagu 200 euro dhe është provuar para kamerës se jemi të shqipë. Atere ju që jeni jurista, më përgjishë unë për këta. Ja, një sekund. Unë jam i fejuar me një gocë. Një sekund. Jam i fejuar me një gocë. Unë jam drejtori, kjo punon sekretare. Jam i fejuar, o vla, me unaz. Kam vajtë në shpike në pirë kafet. Ikim 4-5 veta në Francë. Kjo goca tani bën seks me mua në Francë e kam të dashurë. Po nuk lidhet te akti pra, po s'është tek akti gjëja. Po një sekond më zëmbra. Po sikur të zihem unë me këtë gocën, rrugës për në avion, kjo një të zbritur te komisariati i parë dhe thot, "Ky më çoj për seks." Si e zgjidh ti këtë juristi i Kuvendit Popullor? Të ta japë edhe këtë pyetje. Si e, ore lere si e zgjidh këtë? Ore ka të si e ke të shkruar. Do shkosh në burg. Dëgjoj çfarë thot Juria. Çfarë thot? Keli? Jo, Juria thot që vice për të bëhet drejtor. Po drejtorët, po ka dalë zëri që drejtorët vetë të pumbojnë nëpër zyra, s'bën ai punë tjetër. Na e shpjego pak lutem këtë. Ja ta shpjegoj diçka që ku e shikoj problemin. Nëse i referohemi të gjithë neneve të kodit penal 114, 114 që është atë që përmend edhe kolegja, përmendin marrëdhëniet seksuale dhe homoseksuale. Ndërsa në këtë nen dhe prandaj do t'ja bëj pyetje edhe Ervinit, dënohen vetëm marrëdhëniet seksuale, marrëdhëniet homoseksuale nuk dënohen. Pra, organizimi i ka vënë evazive ai ato. Jo, homoseksuale jo. Po jo, po jo, vetëm për burra. Veprat penale nuk e ka qoftë shkohet për qëllime. Edhe homoseksualet marrëdhënie seksuale bëjnë. Jo, por të gjitha nenet e kodit penal, nëse referohesh, kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale. Tani më shpjegoj një gjë si. Po prit, e ka kodi penal. O Roland, ku fle lepuri real, vlla. Për çfarë janë bërë këto ligjet? Për çfarë bë, çfarë fshihet aty? Fusim 2 nene ne te ky kodi penal që të merret publiku, parkimi 2, 3, shkurja 7, 8, do flasim dhe krime seksuale. Ndërsa lepuri në këtë ligj nuk fle këtu. Po fle fikërisht që në fillim të ligjit. Tek neni 1 i këtij ligji. Dhe unë jo pa qëllime mora që ta lexoj që thot vetëm një kështu neni pika 1 e nenit 28 pika 7 e nenit e këtij neni shfuqizohet thot. Dhe kaq. Kjo çfarë ka shfuqizuar këtu? Këto kanë shfuqizuar që një antar i një organizate kriminale të pendohet dhe të shkojë të bashkëpunojë me drejtësinë. Ai nuk merr me ulje dënimi ose përjashtim nga përgjegjësia penale. Pse u bë kjo? Për ta dekurajuar. Jo, pse u bë kjo realisht? Dhe kjo realisht dhe kjo pa krahas gjithas e tjetrës kjo është shumë e rëndë. Shumica e antarëve të komisionit të tenderave që kanë bërë Republikën e Shqipërisë kanë qenë detyruar të firmosin tenderat paligjshme. Dhe sot ke në tryezat e Spakut, unë jam ndjeni vetë kam bërë 2-3 shkresa,
në formën e kallëzimit penal për të kërkuar bashkëpunim me drejtsinë, në mënyrë që të kallëzohen drejtorët që kanë urdhëruar të komisionere, shumica janë femra që janë detyruar për patarok që marrin të firmosin tendra 400 milion, 500 milion, 1 milion euro për të firmosur si antar të komisionit tendrit, nga dhuna që kanë ushtruar ministrat, zvezministrat, drejtorët, qoftë edhe deri te kryeministri. Kam kallëzime penale, unë veti kam depozituar. Janë 3 procedime penale në prokurorin e Tiranës të regjistruara si procedime dhe dërguara për kompetencën e SPAK. Dhe këto priqin të firmosësht e marrëveshja për bashkëpunimin me drejtësinë, që të përjashtoheshin nga përgjegjësia penale, që të ato të firmosnin deklarimin e tyre për përkallëzim. Në gjithë këtë panoram që ju thatë, ju mendoni që me atë nenin e marrëdhënies seksuale ti bëhet presion. Ja, ato janë budallë që ne merremi, a ne të merremi me ato edhe të kaloj ajo gjëja tjetër. O ti fut parashikime gati 50 parashikime të reja në kod. Me një nen, o merrit të gjithë nenet e këtij ndryshimi këtu, nuk sjellin asnjë lloj pasoje ja kush nuk sjellin asnjë lloj pasojë në procedurën penale. Se unë them. Po janë dy gjëra të ndara, se kanë të drejtë penale materiale këto, jo procedurale. Që këtu në Shqipëri marrëdhënia seksuale natyrore mes një mashkulli dhe një femre është konsideruar gja një vepër penale dhe në ndryshimet e mëparë dhe në kod dhe marrëdhëniet homoseksuale janë shtuar dhe po nxiten për ditë me nxitje ligjore, jo ligjore, me nisma, por nuk po hym se punë. Unë nuk merrem me këtë. Ke gati 50 ndryshime të reja në... Saka? Gati 50. Unë merrem... Janë për aty? Asnjë, ku i ke? Më gjej një ndryshim tjetër. Çka ke këtë ndryshim? Ku ke? Po ke pra ndryshime se pa... Nuk do quhet panik, po do quhet frikë tepërt. Nuk do quhet... Ke gati 50 dispozita me thjesht me përcaktime termash. Ervin. Ka dhe dispozita të reja që janë për parashikuar. Neni 283, që është nen shumë problematik sot, është edhe kjo prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Narkotikët në çdo vend botës ndahen 3 kategori. Kategoritë e lehta, të mesme dhe të rënda. Drogat e rënda është heroina, kokaina, droga e mesme që janë tjera, to amfetaminë. Këto kanë ndryshuar dhe neni 283 kodit. Edhe e kanë ndryshuar dhe si janë marrë me këtë. Drogat duhet ndahen në 3 kategori. Sot ke shqiptar burr për 17 gram hashash. Pra duhet ishin ndarë në kategori kanabisi veç, drogat e mesme veç, drogat e forta veç. Sasia. Ne dënojmë një sasi kokainën dhe hashashin, ekstazin. Duhet kemi dhe ekspertimin sasior dhe cilësor. Shkuptojmë me sasior. Pra, sa është drogë e pastër, sa është drogë, do të thotë, personi duhet dënohet për drogën e pastër, se mund të kesh me përzihesh ke 1 kile. Nga ajo e pastër është 100 gram. Ore, e disim dukeni ju jurist, avokat mua? Sikur grini salat gjithmonë basi ka dalë. Po s'pyt kush më va? Sikur grini salat gjithmonë kur merret vendimi. Gjithmonë. Nuk u bë fare asgjë. Këtë gjë e kam të papranueshme për ju. Kjo ka qenë për diskutim publik. Kur ishte? Kur në diskutim komplet? Po ka qenë online, por Josef Grim Sallat, por Sallata Gjigriun, ke nga një shoqat, që unë jam kryetare se shoqate, ke mbi 50 propozime, që i kam bërë dhe propozime për ndryshimin në kodin penal, te konsultimi publik janë. Hape faqet, janë te konsultimi publik. Pse nuk protestoni ndonjëherë? Pse nuk protestoni? Kush nuk protestoni? Ju pse nuk protestoni? Apo keni frikë se ju e gjeni ato licencat ato? Ka shkuar Adriatiku apo të protestoj atje nga avokatët është? Po lër Adriatiku, më ku jeni ju të tjerë, lër Adriatiku proteston për gjëra tjera. Ju ku jeni? Po pra të zë tokën publike të protestoj, ose një tokë tjetër për pranë atje është vepër penale. Jo, për ndryshime. Se këto zënjën e tokës, që kanë bërë vepër penale. Si i kanë kaluar? Më falë, kur u bën këto konsultime më? Kur u bën këto konsultime? Janë online. Po lërë me online, nuk po them kur u bën konsultime në për ato. Ajo ka kaluar kështu, që ato fape. Kur u bën konsultime? Kemi konsultime. Si konsultime së shbërë? Po li me konsultime publike, asi loj konsultime në të shbërë. Konsultimi publik atje tek Shqipëria që duam, dhe atje po është gjenë konsultimi. Po lërë Shqipëria që duam dhe që s'dua, unë po them konsultime... Nëse se do të për ty ashtë po të një ore thirrje publike për konsultime për juristë... O Mirela, çështja e parkimeve që ti e ke ngritur u zgjidh, tani ka parkim gjithandej në Tiranë. Për parkime. U zgjidh një. Tani si do ta menaxhojmë këtë? As ka për tu menaxhuar. Do abuzohet me parkime dysh. Pyetja ime ka qenë kështu. Ku po ata që parkojnë tresh? Ata që shpëtun. E di që më bërë... Si ka pligjit? I mesit e ha. Po si kur treshin të quhet dysh për dyshin? Jo, e ha prap i mesit, shifesh, një është dysh tresh. Po pra, pra të quhet tresh me njëshin apo dysh me dyshin? I mesit e ha. I mesit e ha? Gjithmonë i mesit, sepse parkimin dysh... Ka hyrë në fuqi ky ligji për parkimin dysh? Po, ka hyrë. Kemi parë në një që... por nuk ka... Kemi parë në një... Ka hyrë se të votuar për zyrtare. është tjeshtë që... Po që për mua... Do ketë burg, vërtet? Po, për mua. Po?
para se të mirë, pra ne them unë, këta po tallin me kodin penal, e kanë bërë kodin penal si çarçaf, andrime nga gjitha anët dhe kanë dhënë një paçavure që s'po merret vesh se çfarë po bëhet me kodin penal. Plastik pantallona, si e kanë bërë për ty? Parkimi dysh Si e kanë bërë për ty? Jepi epitet për kodin. Si prezervativi përdorur. Kodi penal, si lastikë hapet e mbyllet. Kodi penal në Republikën e Shqipërisë sot kemi kodin më të mirë që ja kemi lënë çdo gjë në dorë policit. Po, më po. Pra unë mendoj. Shtet policor, pra. Si nuk më besoni tani si shtet policor? Por të të marrim policit kodin penal. Roland, të lutem, jepë pak epitetin për kodin, se e dhanë gjithë nga një epitet. Epiteti për kodin? Po, s'po më vjen do një epitet specifik. Në them që kemi një kod kurve. A e doni tani nga menjëve tani e doni këtu tani. Po gjopë do ashtu tani çfarë të them tani. Po gjopë çfarë bëu ti Të lutem, do të thonë ke diskriminuar kodin, e kupton? Le tani, po çfarë diskrimino kodin? Po çfarë kodi ke? Kodin e ke, vëlla, vrima. Çorap. Të qendisur në 20 nene këtu dhe kanë ndryshuar dhe fjalët. Unë se kuptoj çfarë ku ndryshon paniku nga frika e tepërt. Thjesht i zhbër një makiazh, qëllimi për të zënë rrugën, nga qëllimi për ta lënë makinën të pushoj, se di këtu. Pra, nëse një policë shikon një makinë të parkuar dysh dhe shkon atje, cili është qëllimi jot, çfarëdo që ti thush, po të desh ai me zemër të mirë dhe je i partisë në pushtet, do të thotë që ti e ke pushtuar tokën, ke zënë rrugën, ke zënë atë. Për kjo është gjithë historia. Okej. Ti këtë përkufizim kishe, po goca. Çfarë përkufizim të vend? Si ka ardhur akoma. Parkimi 2, Parkimi 2. Dhe pse është parkimi 3. E pse i thon 2 dhe pse i thon 3? Pse nuk merren me thelbin që gjithë parkimet në anës pallateve dhe anës rrugës janë bllokuar nga kompanitë e taksive. Kompanitë e taksive janë shumuar dhe janë shtuar si punë e kërpudhave. Kompanitë e taksive janë të gjitha kompani që pastrojnë para e pistë. Dhe mua si rezident e pallati që kam të drejtën ligjore të parkoj makinën tek pranë pallatit tim, janë të tëra të bllokuara nga taksit dhe janë të bllokuar nga këto bateritë, nga këto qendrat e karikimit. Po e kam, po jam rezident e pallati. Është një departament brenda bashkisë që është për kontrollimin e territorit dhe ti si rezident e bashkie me ligje ke të parkosh në radhë të parë jam unë prioritare, unë që jam rezident e pallati, pastaj të vinë, jo të më vinë taksit mua, në çdo cep të pallatit ma kanë zënë shoqëritë e taksive. Po, edhe ka ndonë. Këtë çështjen e parkimit, jo në çdo rast të parkimeve të tilla do të ketë dënim, se dhe këtë ne. Po ja pra ai po thotë që cakton polici. E ka ta kalon evazive, interpreton polici si qefi polici. Polici thot, do të po ja pra ja se e ke të fundit fare. Po ja ta lexosh pra që është çdo gjë sikur të dëshiroj polici, pra e ke këtu se jemi këtu tek doli këtu tek këto bashkimit evropian, se aman këto do të më pa me kujdes, mos themi ne këtu. Gjitha janë këto nene kundër Bashkimit Evropian, ne s'kemi në Europë akoma. Këto thot vepër penale kundër gjyqtarit Bashkimit Evropian. Për shembull, korrupsioni pasiv. Pushimi i mjetit në Karexhat në rresht të dytë, thot kodi penal. Ose dysh. Prit tani, jo dysh, në rresht të dytë, në rresht të tretë, jo, të katërt, jo, në mes nuk e ke, në rresht të dytë. Po mesi është problem. Pushimi i mjetit në Karexhat në rresht të dytë, përveç rasteve kur kemi të bëjmë me dy mjete me pedal, etj, që pengon. Qartazi, po prit pra, që pengon qartazi, ngelet policit. Ka pengua, po s'ka pengu. Që pengon qartazi, do të thotë që e ke bllokuar rrugën. Jo, të tha ti, jo, që pengon qartazi, unë mund ta ke bllokuar policit, jo, ka rrugë tjetër, do policia po ka një proces verbal që mban policia. Po pra, proces verbal i policit. Po pra, që është e bllokuar policit. Policit në do. Në mënyrë të po s'mund ta themi që në çdo rast do dënohesh. Sepse ngjall pasigurit tek njerëzit që dëgjojnë. Njerëzit do ta dinë, pra ta dinë, po nuk i dhan lek policit do gjopitën, më ça. Po jo. Do shkoj në burg bile. Do gjopitën, mirë ti. Do shkoj në burg ose gjopa ti kemi ngrënë. Jo, e di çka ka ndodhur me këtë safe city njerëz që të kuptosh. Deri sot, që ta kuptoj edhe njerëzit, kisha marrë në Albania 5 gjopa në Tiranë. Ti? Po, kur kam hapi Albania miku Truni dhe ta shikojnë gjithë njerëzit se s'ka njoftu tjetër, 5 gjopa nga 20.000 lekë për shpejtësi. Dhe gjopa e tretë ishte katastrofë. Pra, shpejtësia mbi 10 km/h në për Tiranë, gjobitet 2.000 lekë. Ti marri me 2.000 lekë treja. Nëse ti e bën për zdyti mbi 10 km/h në Tiranë, do shkosh 4.000 lekë dhe pastaj të pezullohet patenta për një vit ose të pagush 2 fishin e 40.000 lekë treja.
Qa thua? Duhet të hapim i Albanian, do më thënë. Duhet shikojmë urgjent i Albanian duhet ta kontrollosh sepse të vinë gjoba që ti nuk e di që kanë ardhur gjoba. Unë për shkakun vura ri shifoj dy gjoba se mora vesh ku i kisha marrë. Shpejtësinë nëpër qytet. Pra unë edhe një herë Pra, ka hyrë në fuqi Safe City kamerat që janë në qytetin e Tiranës dhe kujdes me gjobat në Albania, sepse gjobiten ato që ecin me shpejtësi mbi 10 km/h nga norma e lejuar me 20.000 lekë të vjetra, pastaj gjoba e dytë është 2 fishin e gjobës parë dhe gjoba e tretë është pezullim patente 1 vit ose 40.000 lekë 2 fishin e gjobës. Po ata me biciklet, gjobiten ata? Ata jo, se jenë në Holland. Çështja është që ne nuk e kemi akoma shkeljen e rregullat e qarkullimit rrugor nga këmbësorët. Nuk e kemi akoma në kodin rrugor, por kjo ishte me të vërtetë unë jam habit vetë kur kam parë. Pse me sa hecën nëpër Tiranë ti avokat? Me 30 në orë. Ashtu, a? Po tabela thot 20. Ti të kap me 30, ha 20.000 lekë gjobë. Të kap semaforit. Po ke parku avokat? Jo, sot pata frikë me të drejtën. Para se të vi këtu, desha të atë 2 minuta makinë, të blej një... Po që nëse ligja akoma s'ka hyrë. Jo, prit, pata frikë për zotin. A di pse prata frikë? Pse ma ati ke lagja ime nuk kanë frikë fare. Ati ke lagja ime bëhet shumë tresh parkimi. S'kanë frikë fare aty. Është modeli më Më mori një ndyrë. kolegë në telefon reale, dhe më tha, e di tha të kam marrë në telefon, pas i kam dalë nga tuneli Murizit, se kisha frikë të marrë në tunel, se më erdhi diçka në mendje. Haj, ta shumë. Tha, nëse unë do parakaloja në tunel të Murizit, atje nuk lejohet parakalimi se është me 2 vija. Dhe do merja gjopë, tha, nga frika se mos më shemë për tunelit, do ikja me shpejtësi. A më mbrojë ti në gjykata se unë kam të drejtë të iki me shpejtësi, se kam frikë se më zë tuneli poshta. Dhe më kapi me të vërtet një frikë mua, se këtu jemi të frikë të ecim në për rrugë. Dhe kisha frikë të lë dhe makinën, dhe po nuk gjeta ku ta lë më. Një pyetje tek. Ore, një rast për këtë, se po edison sa i di hyri në fuqi. Njëri te makina i shprish kollodoku. Pra nuk i punon kollodoku i makinës dhe ndalon. A ka vepër penale apo jo? Nuk i ndizën makina. Kollodoku ato mroklat aty poshtë. Është ajo që ja bë kështu. Poshtin me gunga. Dil shtëpia vë. Po jo ngjerje më. Do dalim shty makinën tani. Vepër penale. Varet e policisë. Dhe jemi mu të dyshi, si jetë treshi, jetë dyshi. Gjitha pyetjet varen tek ai proces verbal i policisë që thot kolegja. Atëherë ne ti tregojmë policit kollodokun. Dhe shpëton. Po i nxorë kollodokun policit, po nuk ta pranon më. S'ka policia që jep kollodokun këtu. Imagjino ato çajsa do karti pastaj. Shiko, unë kam një ngacmim për kolegët e nderuar të studios tonë. Kjo politika e re penale, këto, e shtojnë dënimin me burg. Edhe ca që s'kanë qënë, e shtojnë. Burg. Tani, nga njëra anë, bëjnë ligje që e shtojnë burgun. Nga ana tjetër bëjnë amnisti. Nga ana tjetër bëjnë amnisti, që ta lehtësojnë burgun. Tani, si e kuptoni ju këtë shto dhe hiq dhe vër? Ja luajnë kështu, burg, pastaj bëjnë amnisti, bëjnë burrat mirë. Shikon, ne jemi shumë... Si e shpjegon ti? Unë e shpjegoj, tash, po të keni parasysh, në Lushnjë ndodhi një qenë kishte ngrënë një grua dhe me pasoj trënd. Duke fol, ishim sot me një studio dhe veterineri tha, kur qeni është i lidhur, thash, në burg, thash, është i mbyllur, thash, agresohet, bëhet i ashpër, dhe qeni, kafsha. Tani, po njerëzit që po i fusin burg, mos është qëllimi ti bëjmë njerëzit që të çmenen fare. Po të egër. Po, se s'janë mjaftueshëm. Sepse kafsha, po të rilidh, tha kafsha dhe ndikoka në psikologjinë, dhe kishte rastin fjalë që kishin ma qenin lidh, kishte shku isha afru. Po njerëzit që futen në burg. Mos është qëllimi që ne ti mushim njerëzit. Ja të them unë. Mos është qëllimi që ti çmenin njerëzit në burg. Ja do them unë. Do shikoni pas sa kohësh, do kaloj bugje, do kalojnë me koncesion dhe do kthejnë biznesi pa parë, kur të kalojnë privat. Si në Amerikë. Po, të njëjtën gjë mendoj edhe për Prishtinë. Dhe do kenë interes të fushsin sa më shumë njerëz në burg, sepse rriten, fryen ato shpenzimet, sepse kthehet në biznes burgu. Dhe këta po eksperimentojnë me këto nene. Dhe ke për të parë, kur të kaloj koncesioni bugjeve, çfarë fataliteti do e... Që popullin burg. Unë e mendoj... Oja shtetit o burg. Unë e mendoj ndryshe. Dhe këtu do jetojnë Azerbajxhani. Këtu do jetojnë vetëm ata gardianët, po? Tani këto vërtet mund të jenë një anë e medaljes, ose mund të jenë, mund të qëndrojnë, por unë mendoj ndryshe, mendoj që ligje të reja dhe ndryshime duen bërë, sepse vete drejta penale në fakt nuk është e ngurtë. Mënyra se si i bëjmë, që bëjmë këto ndryshime, ndoshta duhet bërë në një mënyrë tjetër,
Ose bëj një kod penal të ri fare. Ose një kod penal të ri. Shumë bëj të ri fare. Ata mbaroj tani mendimin unë apo? Po u bëj kodi penal unë do iki. Tani, ta mbaroj mendimin. Se? Që të punojmë? Të punojmë për kodin penal? Të punosh gazetar, duhet të kesh licencë. Të punosh avokat, duhet të kesh... Shumë mirë me licencë. Po shumë mirë, mëre. Ekonomiku, po shumë mirë, mëre, se po na dalin gjithë ku punon, me jam gazetar, thot aje, kupton? Se je ke interesi të brandaj, po ne që se kemi interesi... Qa? I bërtita kësaj. Të flasë unë vetëm me licencën e gazetarisa, kupton që bëhet? Po. Jo, s'ka lidhja jo. Jo, po e drejta e... Mos flasë me kodin penal, sa jesh profesioni tjetë me licencë, po që është kjo... Kodi i ri penal, ky që u ndryshua, tani është pjesë e kodit të ri penal, se ti e kisha atë draftin, po ai drafti ku është? Se po bëjnë këto ndryshime. Do me thënë ata po kalojnë drafti, tani po kalojnë pjesë, drafti, pjesë, dhe s'po e merr vesh njëri se çfarë po kalojnë. Lë moj e dhinë. Tani një sekondë, se më ngeli fiksim, si do t'i zbulojnë... Aman vetëm edhe jërë. Shu edhe jërë si ishte aman vetë të Kështu ta kjo pra, lë moj e dhinë. Jo, në thashë shtu. Pas taj mire. Po jo, pra jo. Tani mos më deformo fjallët mua. Po mos më deformo fjallët mua tani. Nuk e tha ajo. O Roland, një gjë nuk pash... Jo, kjo tha që kodi penal të kemi pjesë. Tek shu? O Roland, një gjë... Ti, a kishe një draft të kodit penal? Ku e ke draftin? Që së shkallon a i gjithi? Nuk është pra i gjithi se po na e fusin pjesë. Roland, do më thuash një gjë në fund të lutëm? Nuk ma shpjegove. Këtë seksi në për hotelet e botës, si do të zbulojnë ta? Po pra, tani nuk po e them edhe njëra të policit. Por tani po e them ndryshe. Po e them ndryshe. Nëse e marim në të drejtën ku ne duhet shkojmë, pra, në të drejtën, sepse këtu ka dhe bashkëpunimet të kodit e Iranit, këtë Republika Islamike e Iranit, atje provohet me dëshmitar. Pra duen 4 dëshmitar, ta kënë parë organin e mashkullit në organin e femrës dhe të dëshmojmë për para gjyqtarit që ndodhi vepra penale dhe pas ta jepët dënimi që është shumë i rëndë. Ndërsa, në këtë kodin penal këtu s'duhet kjo. S'ka nevoj të shikoj të kështu, thot, mjafton qëllimi jot, për ti, mjafton që unë të të shikoj. Ta të dënosh për qëllim. Do me thonë, ata... Mund tjetë këdhio keqa i policia të mëgjes, kur shikon dhe shkruan ato misionin, mund tjetë këdhio keqa të më thënë. Akti duhet kryet, lindi menja mu që të shkojnë në akti. Nuk edhe mund të s'kesh bërë aktare, momenti kryes akti të shvepra penale. Një sekund, Momenti kryes... Gjithë jemi në dorë të policit, një sekund. Po kështu pra është kodi penal në dorë të policit. Më thënë, lajthiti policit dhe ikim gjithë burgne. Normale. Karanja. Qëllimi mund të ndryshoj rrugës. Ti trëmbesh nga ligji, shkon tek aty të ato shtëpitë e kujt dhe të rriqesh. Ke frikë nga ligji. E peti që ata kur ajo ligji që në frikë. Ata tjerë të shkojnë, evropianët të shkojnë në bordel, neve s'na lejohet, se ne jemi jashtë Evrope. Ku ka qenë dhe... Po tani mënyra si ne po interpretojmë ligjet... Ose njerëzit kur kalojnë kufirin e Shqipërisë... Po bëjnë ligjet të tilla paqavure, që jep superioritet një policit të shkruaj një proces verbal si i teket, nësë jemi në dorë të policit. Polici është një personaj shumë i rëndësishëm i shtetit shqiptar, kemi shumë respekt, por jo të jemi në dorë të policit, do më thënë. Qa do më thënë kjo? Ore, po kur ikën me familjarët e shtetit, duhet për seks apo jo? Këtu është e lejuar. Jo, se është grup, ikën me i grup. Grup është dhe i. Duhet largosh personat atjerë, largoni dhe këne je i sigurt. Ore, ikim 4 qifte, ne. 4 qifte, burgrua. Vemi atje, njën katë parë, njën katë 2, katë 3, katë 4. Këve ta 60 burg se cili. Të ta seroj praktika gjysore. Kemi një praktik para. Mirë. Një sekund, Ornela, një sekund. Se na oqët seksi na qefi fare, kuptone, zdim që atë bëjmë tani. Ta bëjmë apo mos ta bëjmë, se s'po kuptojmë. Njërë thoni, karën popullësia, njërë thoni mos bëni seks, se s'te lëmë ne. Ta shtojmë popullësin apo ta ulim, se s'po kuptojmë tani, se s'na ne ebni një mesazh të qartë. Të blim shampo, sa më shumë shampo të blim. Ore, shampo mirë, po mos bli sapun. Shpesh 2, 4 i 3. Sapun mos bli, kjo është problemi. Sapuni është problemi. Jo, po sapun shampo është mirë. Mirë, do të shkojmë në penal. Ç'a bën më ti Esmeralda? E kupton tani, e kupton? Esmeralda penaltia jote. Do njeriu të bëj, ta mbaj mend që i ka në Paris për shembull, e kupton? Interpretime. Jo s'është interpretim, sepse qëllimi është seksual sa dal në aeroport. Unë aty e kam mendjen. Do vete në Paris edhe... Ka marrë dhe mjetet e veprës penale. Po, i kam edhe dhe mjetet. Ka gjithë gjonat atë. Bires po të api ai, është kutia komplet aty e gjenë. Me recet.
Penaltia? Që të thebu njërë? Do me thënë, e kupton se ligjet duhet parte në aspektin artistiko-estetik. Se këta i shofi vetë në aspektin juridik, se shumë jurist nuk marri vesh në estetika, se ai vetëm në ekonomia djej. Po në estetika s'djej. E kupton? Ai vetëm i fut marshën dhe jepi drejt. Po që dalim gjesë, nuk dalim për të lyre. Po iko se ti me kolodogun nga trove, s'dje qatë thoshe. Se kolodogun ngelim mjedi rrugë. S'dje qatë të buje kolodogun për Itali. Esmeralda, penaltia. Unë do thosha për duhet të ndajmë dy gjëra shumë të rëndësishme, teknicienët e ligjit dhe ata që zbatojnë ligjin. Ata që shkruajnë ligjit duhet i shkruajnë shumë mirë që të mos arrim në këto debate të tilla dhe në këto interpretime që bëhen, domethënë në mënyrën e interpretime artistike. Domethënë është shumë e rëndësishme të bëhet kjo ndarje. Mirela? Përsa ko teknicienët janë teknicien me shkolla dhe me diploma cop-cop, do arim në këtë gjendje që të bëjmë edhe shakara, të bëjmë dhe të luaj me jetët tona, të luaj me kode penale të tilla, kështu që duhet patur kujdes edhe ata ekspertët teknicien që zgjidhen për të zgjidhen dhe për të mësuar dhe artikuluar mirë gjuhën shqipe, sa ata zdin dhe të artikulojnë dhe të përkthejnë mirë gjuhën. Ky është një nën i cili dashur pa dashur dënon. Kështu që i bëj thirrje këta që kanë mend me shku me takun i goca, ne shkojnë tek e tek se nuk i gjej gjë. Pra, sa kryeve për... Njoni ne tjetri del nga Maqedonia, hyp avionin të shkup, tjetri dhe nuk provohet, se janë katër... Ti po tregon mënyrën si ta bëjmë veprën penale. S'kam si po të zgjidh sepse... Rimorka në vinë si e koka në Ankona. Ajo është sevap. Jo, ndërsa... Që të shpëtojnë, sepse me sa shof po vejnë ligje për kufizimin e seksit, për ulljen e fuqisë, motorike. Futa kodën po doli plot, ha? Ndërsa unë kam 4 subjekte cilët dua që të zënë mend nga këto ndryshime. I të parë që duhet zënë mend janë antarët e organizatave të grupeve kriminale, ose ato antarët komisioneve të tenderave që duan të kallëzojnë të bëjnë kallëzime, mos të nisen më, sepse nuk i merr kush, nuk ka qas kush, sepse sot nuk marrin mas përjashtim nga dënimi, as ulet nuk i mbron ligji më. Nuk i mbron me ligji. Letrin atje ku janë tek organizatat vazhdojnë punën dhe mos merren me këtë punë. Të dytët janë ato persona të cilët kanë agjenci turistike, sepse këto janë më të prekurit. Të kenë shumë kujdes kur marrin dhe transportojnë njerëz, mos marrin njerëz në rrugë, sepse mund të marrin një person i cili mund të shkojë për të bërë marrëdhënie seksuale diku jashtë shtetit edhe mund të përdorin klorin. Kënë klor që t'i japin njerëzve. Si punë ushtarëve në kotën verit. Karamele me klor. Dhe më të rrezikuarit që janë këtu, që shikoj me fjalë, më problemi që është këtu janë të kenë shumë kujdes sot shoferët e makinave. Përveç gjobave që do marrin nga shpejtësia, përveç gjobave që do marrin nga që po marrin për ditë. Nëse marrin fare makinën për leje rregullo transporti publik, se dua fare makinë. Unë them që mos marrin makinë fare, ti lëm makinat, ti heqim fare si nga makinat, të kthehemi në kohën sepse di se çështja në kohën e Enverit, Enveri kishte makinë. Kishte makinë tjera. Të kthehemi kohën e kuaj. Erion. Kohën e kuaj. Penaltia? Penaltia ime? Kolodoku. Një dhe vetme. Në rast se keni dyshime, në rast se keni shqetësime, në rast se keni ankth, në rast se keni çdo gjë tjetër, pini një ujë lajthiza e do kthjelloheni, le të shkruaj ligji çfarë doj, ujë lajthiza ju qartëson. Me lajthiza, gëzuar miq. Ja, kjo ishte penaltia ime. Mirë, do të shkojmë në akuzë, pas pak ju pres këtu pas hapësirës publicitare.